Po të një mëj për blogën që do bash. Ja, më dhe gomi. Sa e vez, duke. Te kamera ime njërë po. Pa. Sa shora? Ka kaluar 6. Qa duhet të qoja unë ati? Pas t'i gjove të me full me atë ditës. Jo, me se qa doja të qoja unë. Ike? Falenderoj pa fund gjithve që jeni prezent në këtë moment që është shumë i rëndësishëm për mua. Më pak të stresuar dhe ju kërkoj ndjesë, ndoshta duhet ju kisha prit pak më mirë, por paktën jam shumë e lumtur si fillim për bashkëshortin më të mirë në botë. Çdo gjë që shikoni këtu e ka bërë ai me duart të tij. Bravo! Falenderoj pafund dhe vajzat e stafit. Shumë falenderit të gjithë secilin dhe yjet e mi këtu që është ndrisin dhe gjithmonë shkëlqen me veshjet e saudezës. Faleminderit që erdhët përsëri. Eli që është sipër, Ylli, Eliberta dhe Emi. Bravo! Dëni, takon ty. Lira, do dalësh në YouTube. Po gjithër. A të duhet ndihmësh? Po ke nevojë për ndihmën tuaj.
Po e ha kush, e dua ta provoj po zot për shihet. A jo, vetëm e ftohtë, më të gjenjen, nuk bën atë. Ja, nuk ishte e mirë. Biskota ishte e mirë, si ishte me kafe sa duhet. Hazi. Ishte mascarpone, nuk ishte shumë mascarpone, ishte më shumë shkum. Deza. Nuk ja vlen. Ku i ke, se më pyesin gjithmonë te puna, sa e pasur është kushurira. Ku i ke tani ato që duhet të vinë të mbledhin ato bëjnë? Po qeshim këtë bën bash. Po e di sa të pasur e din. E di si më kanë thënë. Për zotin, kushurira jote aq e pasur e ti punon te Zara. Apel, mi lidh rrugë. Njerëz, edhe nuk punoj. Prit. Ta përshëndesim që këtë menaxhere, nuk punoj me te Zara. Okej. Qa kam? Okej. Qa keti? Prandaj nuk e tregoj veten. Te pjota ty. Moshën e tretë pse e marrin stafot keqë? Ha? Jam e dyta, na me treta. Si e dyta? Po tani mos gënjehemi tis neve. E dyta? E treta kur i takon? Kur i takon moshë e tretë Deza? Mosha pare. Nga kocka duke di. A mblidhi ato tani. E dytë. Po ne të dy janë gjasim që ta mami sa më ishte që shkon. Po kjo me ne të dy janë gjajmë thotë që ta mami thotë. Ai shumë gjasim i janë mami të mami ka. Po shtamoj, ti lejë man. Ah, 5 që e ka për kurrë. Ja, kjo tregon që kemi ta ngordhëm. Ja. Lojmë shkollat me daçata, me Lino, Kjo Lino. e di çfarë tregon. Unë i them të vërtetën, unë i them, është e pasur, po ishet si modeste për mos e kërkuar lek borxh. Fix. Ah. Kjo është tamam për shkrimin tuaj. E besoj njerëzit i litja. E sigurt. Rëndësi ka ta besojnë, maj. Ka lidha i nishim me çka ka bërë. Të na jena në përdit, kishim atë bobe në none, i s'kena qua ta veç morë vra. Si sërë dhe më shpejt. O morë! Do të bina. E që të nëjë më mërë në që të Do na tregosh dyqanin. Ti ta nuk ka punje. Ti mund të vish edhe t'ja kështu të qëndrosh. Filloj pushimet të shtunën. Pushimet e kujti, pushimje tani. Jo, pushimet tamam, më në plazhe kështu. Ja, shikoni ja kjo që ka mbajt kamerën sot. Jo, si shën bali, isha buta kana. Ah, më nga droga, sa Më para falë, më falë. Po, ka dalë nga undët, si do mos donit, ka koj që na tull nga undët, po. Doni ti ka dalë nga me ko nga mund. Po. Ti ka me dalë të Shimrapa. E di. Okej. Se do të shkoj me mendje televizës, thoj? Do ta harrosh. Faleminderit. Shikon njerëz, un kam, nuk e di pse më tërheqin vetëm gaforret. Kjo këtu, kushëria ime dashur gaforre. Shoqja ime ngushtë gaforre. Vajza ime gaforre. Më falni pak për reklame. Ke 400.000 lekë, mo. 400.000 lekë borxh. Po fillojmë tani. Me clearing. Kush sot ai se ti që ka më dhënë me lekë tani. Të duhet. O dola me fakti që nuk shtar ka lajkë. A ka kredi? Atëherë, unë tani duhet që t'rregoj gjitha lulet, dhe që them drejtën, asun nuk e di kush mi ka sjell secilën nga këto këtu. Po, kështu që Eli, do na I thush avash, doni aty akoma merret me punimet, dhe pse jemi në ditën e dytë. Shumë e bukur. Erdhën fotot. Dhe harrova t'ju them jemi në ditën tjetër pas inaugurimit. Eli këtu, çelësat e tuaja. Eli këtu është turni mbas ditës. Edhe do na tregosh gjitha një nga njëri. Ti nga se Nada dhe nga Meni. Nga Meni dhe Senata, faleminderit. I vendosi Eli direkt aty. Vazhdo. Pastaj këto lulet këtu, ti nga Liberta. Nga Liberta, Yllion, që kemi edhe këtu. Shumë të bukura. Thank you. Vazhdoj. Dona, Dona. A Dona, po. Dona. Thank you.
Që lullet që tim këtë nga për që ke? Që pak zërë, Neli, nuk të gjojmë. Që di nga për që ke të lullet këtu? O, s'ka letër. Po këtë lullet Po, në që të bajnë në tani. Kush? Prit pra. E ka? Nga Ela. Nga Ela. Sa e mirë. Ju kanë shkruajt edhe shkrime, ti si ke lexuar shkrimet? Jo, mirë do ishte ti shkruaj, ti lexoje ti Eli. Do janë pa emër. Do mban mend ti ka fjallë? Jo fare, nuk mbaj mend kush mi ka sjell këto. Nuk mbaj mend fare. Sa i not. Lexoj pak këto Eli, po. Këto lulet e Elës, thonë pa që vetëm suksese, jeni njerëzit me zemrën më të mirë që kam njoh. O sa e mirë. Ela, mbani mend që punonte te dyqani këpucëve? Suksesi sa Odeza nga Dora. Urime nga zemra për hapjen e biznesit tënd të ri. Uroj që kjo nisje të jetë të mbushur me suksese ide të frutshme. Nga Liberta. Sa e mirë. Suksese të mëtejshme me shumë dashuri nga Senada dhe nga Mundi. No. Vasheli. Ajo s'kishte letër? Ajo s'kishte letër. As kjo s'ka letër. S'ka mundësi, Eli. Jo, s'ka letër, as kjo. Edhe këto janë shumë bukura, nuk e di kush i ka sjell. Ne, si që kanë shumë të bukura të dyja këto. Gjitha do me thënë janë. Edhe këto janë pa letër. Ua, o njerëz, nuk ka këto që s'kan letër, unë nuk mbaj mend fare se kush i ka sjell, fare. Këto janë lullet që ka sjell Eli. Po, këto që ka sjell Eli Malaj, janë plot trëndafila, sa buqit e bukur. Shumë e bukur dhe kjo. Të cilën Eli donte ta merrte në shtëpi këtë. Sa lezetshme dhe veçantë kjo, e? Është lule me fëndo, me një zemër, edhe ke nga... Këtë e di se erdi me taksi e solli Agelo, më thënë shkovje mori të taksi e Agelo. Dezi, urime nga zemra për këtë kapitull të ri, jam sigur që pasioni dhe energjia jote do të çojnë larg. Me dashuri e mirënjohje Ina. Është Ina nga Noa Travel. Thank you. A jeni lumtur që këto biznesi që bashkëpunojnë me ty të kanë sjellë lule? Po tjetër që jam e lumtur. Këtu pastaj. Kjo është Stani. E di, është Stani, dhe se kam hapur akoma. Tu prift në barë gjithë jetën të kam Gjan, Stani. Atër këtu. Prit, ta dini ju njerës, se e di se qa tjetër ka fut atje, se më tha. Hape këte, se këte nuk e di se qa është. Sa për që të pap durata. Po të janë për mua. Doni që bën për shtypja zgje, vazhdojnë punon. O doni për na fol, o doni na bë pak qefin. Na fol pak, na bë pak qefin. Ma, me në të durata që Vazhdo, më të s'ka gjë. Me të durata që hap, ako ma visi që arë. Dhe të hapi. Na lodhe o Eli. Që se kam me njërë fare se që bërë. A mundesh një gërshër? O doni, a ke një thik ti të dora më duket? Ha. Si mund të api atë? E hapi. A, sa gjë e bukur qënka. është një vazë. Që shasë më bjenë. O, sa cute! Shumë e bukur. Që nga me ftyrë shumë e bukur. Ta vëm lartë këta se shkon. Kujdes Eli, të lutem se ty ta kam frikën. Ta dini njerëz që Eli të mos jep një gota dhe gjëra kështu. Që ka sjell këtu më? E di që më ka sjell kumlla, e di që kam fiksim kumlla, të më ka sjell kumlla. Se më tha, që kam hek me këput në pema, tha dhe më shkovi mendja që janë kumlla. Pastaj, ke këtë lulen këtu. Sa cute. Edhe është... E ke mendin apo e fut koti sa e bukur? A, është e bukur. bukur. Shkodrant me kam të mbar, e mira Dezi, lartë më lartë të pafshim, much love, nga Noeli e ki këta. Po, sa i mirë që është. Thank you. Pastaj, këtu, Te soli.
që ka dhe letre. Te kush e ka sjellë të s'po më kujtoj? Suksese nga eliksiri. Po, në vajzat eliksirit. Shumë e bukur. Tjetër, prit që kja akoma lule. Eli, është dhe ajo atje, pse Eli vetëm? Është dhe ajo se pash. Nga bukur që ka me që? Shumë e lezetshme. E ka këtu. E ka Eli letrën. E ka letrën Eli këtu. Po. Ha Eli. Fillimit e më dha, nisi nga një ëndër e guximshme, suksese të pafundme me Saudeza, thot, Fiori dhe Kataleja. Shumë faleminderit. Shumë e bukur. Pastaj, këtu ke një lule tjetër. Suksese të mëtejshme e dashme, lots of love, Selda. Thank you Selda, shumë e bukur. Nuk është Selda jon? Është Selda tjetër. Këto janë. Këto të mëdhajt janë nga Antonella, se më duket se ka të rekë në vlog dhe Dola. Urime për fillimin e ri, jam shumë krenare për ty dhe me zi pres me pa gjithka që do të arrish, sukses e pa fund Antonella. Sa e mirë është. Dhe pse është larg, është në Itali, shikoni që shkon e bën, është shumë e mirë. Që pasaj këtu, që është me qirin. Sa e veçantë, kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur, po nuk e di se kushtë ka bërte. Kujtojt? Nuk e di, Eli, për zotë s'me me të fare. Edhe këtu. Këto e di që i ka sjell Gulbena. E di. But you are not here to play small, you are here to leave a legacy. Make it happen, Binjake, shock everyone nga Bjondja. Unë me Gulbenën shoqen time të ngushtë, kështu do më thënë thrasim njëra tjetër, ose Binjake, ose Bjonde, po, se kur isha unë Bjonde... Shumë të fotën që jemi të dyja bashkë, që duke si motra. Do të ve, edhe prandaj, na thonin atere që jemi Binjake ose motra. Kujdes, Elisa, ajo është me vazo poshtë. Po, dhe do bijet, lutem. Të na e thyesh. Okej. Ja. Sherry. Qa tjetër? Janë edhe këtu. Po. Të urojmë gjithë suksesin e botës në këtë rrugëtim me shumë dashuri dhe Santilla dhe Eliona. Thank you, shumë faleminderit. Është këto lulet e mëdha më pëlqejnë shumë mua, kështu që është diçka që do mbesi. Atë orkiden kush e ka sjell Eli? Pastaj Eda dhe Riley. Sa super. Po, unë orkiden e kam fiksim. Dhe me siguri Riley e di kur ka parë videot në YouTube, ndoshta se gjithmonë kur flas për lule, flas për orkiden. Edhe këtë këtu. Po nuk e di se çfarë ka bërë. Eli, ja ku është moj Eli? Ja ku është? Inshallah, edhe tjera do kenë, po ja fut kosti. Për shkurt, nuk ka letër, thot. Des mbar Saudeza nga Resa kishte. Unë nga Resa, nga shoqja ime. Thank you të gjithëve. Okej, kam pas edhe një shishe vera diçka që di që ka sjell Barbie. Janë dhe disa shishe tjera, po, që duhet jenë andej. Pra, këtu kemi këtu, që është primitiv, më duket se është verë. Edhe këtu kemi shampanjë, duket. Këte kanë sjellë vajzat e stafit, Saudezës, Lira, Jasmina dhe Lila. Ku janë tjerët? Pas ka dhe këtu. Duhet s'ke 3 lloje. Kjo është shampanjë, duket? E Milos, njëra. Ajo atje. Prit se ka kështu. Urime dhe suksese pa gjithmonë. Chloe dhe Elida. Shumë faleminderit. Tre kështu pas ka fjallë. Jo, Eli, thjesht i ka fut babi gjitha bashkë, se njëra është... Po. Tani, shikoni pak edhe vajzat e Saudezës që më kanë bërë, këtë foton time.
që jam te ditëlindja ime me këtë fustanin të preferuar, kurse këtë e kemi bërë ne sepse nuk ishte gati ajo Angeli që do vendoset këtu dhe nuk mund ta lija bosh në hapjen, kështu që e vendosa. Tani gjitha këto duhet i mbledhim. Bravo, Eli, mblidhi. Ato mos i flak, kujdes. Më vjen keq sepse këto lulet janë që dije këtu dhe nuk di çfarë të bëj. Mua më pëlqen shumë lulet i lehtë të thahen, sesa ti vendos në ujë se më duket sikur prishen më kollaj. Kur thahen qëndrojnë më bukur dhe më gjatë. Dhe s'di se si do t'ja bëj. E di që disa nga këto janë kështu në vazo dhe do qëndrojnë, po më vjen keq për këto tjera se janë kaq të bukura. Edhe më vjen keq ti lë kështu. Kam hanë se prishen. Eli, harrove një, Po, harrova këtë. Suksesi Saudeza dhe Angel të shtoshim suksese çdo ditë e më shumë nga dakika, për ta dishe pa një gran. Kemi një gran. Këtë që them të drejtën e kemi hapur, ishte shumë e bukur, po shumicat kemi një gran. Shumë e bukur. Produktata në Po. formë lule. Ja pra njerëz, këto janë të gjitha dhuratat e inaugurimit. I falenderoj pafund të gjithëve që kanë ardhur dhe më kanë zbukuruar ditën. Dhe se di, jam shumë emocionuar dhe kur i shikoj gjitha më vjen i natë se janë disa lule që nuk mbaj mend kush i ka sjell, se nuk pas kanë as letër. Tani, jemi në ditën tjetër dhe duhet të bëjmë mbylljen, sepse nuk kam bërë mbyllje. Eli këtu ka qenë prap mbas dite sot, javës tjetër do jetë paradite, kështu që Eli, forca, do bëjmë vlog gjithë javën që vjen. Qa ke, je lodhur? Jo. Do ikim? Ikim. E kam bajt jashtë orarit, edhe dje sot, ti e kam bajt deri në orën 10, më duket këtu. Unë vi Edhe para orarit. Një orë para për çejf, ose më thot. E di. Edhe sot prap se i thash prit sa të editoj, mbarova editimin sa vajti ora? Në gjys. Në 2:30. Okej. Do ikim tani. Ke fshirë, ke bërë çdo gjë? Po. Ka kry punë me çdo gjë, kështu që ikim në shtëpi. Tani, në videon e radhës besoj se do ju bëj kështu tur, t'ju tregoj gjithë dyqanin. Me kaq sa keni parë nga inaugurimi, besoj Dola ju ka treguar disa pjesë, por gjithsesi më me detaje do ja u tregoj besoj në vlogun e radhës. Jo besoj, por me siguri do ja u tregoj në vlogun e radhës. Nuk e di se çfarë video do jetë videoja e radhës, do jetë vloga, do jetë challenge, a do jetë në një video me snacks, ushqime, nuk e di, por gjithsesi kur të bëjmë vlog kismet, do ju tregoj pjesën, çdo pjesë, do me thënë çdo cep të dyqanit. Dhe lart që është Saudeza dhe poshtë që është Angeli. Kaq, ju mos harroni, ju lutem, të bëni subscribe. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, dhe pse ndoshta ka qenë pak lëmsh, sepse unë nuk e di fare se çka kanë filmuar të tjerët, thjesht unë nuk kam prek kamerën me dorë, unë kamerën e kam marrë vetëm në momentin që ju treguam dhuratat, por më përpara fare e pat se sa e stresuar kam qenë, çdo gjë më dukshte sikur po shkonte ters. Shumë gjëra nuk vajtën ashtu siç doja unë, për të paktën tjerët nuk e kuptuan sepse ndryshe e kisha imagjinuar, por siç ju thash, pjesa e shkallës që nuk mbaroi, por s'ka gjë, gjëra që i dinim ne, nuk i shikonin tjerët, por unë isha Por s'do të na këndrëm me ik. Kaq njerëz duhet ikin në shtëpi. Mos harroni të bëni subscribe, komentoni çfarë do doni, bëni like dhe ne do shihemi në videon e radhës. Thiri pronarin. Ua, më mbyllën brenda. Shikoni sa të poshtër janë. Pashim Angels. Ja, më mbyllën brenda që t'ikim. Ti e bëre këtë? Për zotin jo. Si e bëri çanta vet? Thotë e bëri çanta vet. Për zotin. Paka se me e do, se ishte më në qanë. Edhe u mbyll vet araba. Në shenjë nga zotit të bëti. Shenj, okay, ikëm.